Besimtarët ortodoks sot shënuan festën e ujit të bekuar, një festë që daton që nga shekulli i dytë. Sipas traditës së krishterë, kjo ditë lidhet me pagëzimin e Jezu Krishtit nga Shën Gjon Pagëzori në lumin Jordan. Edhe këtë vit, vazhdoi tradita shekullore e hedhjes së kryqit të shenjtë në ujërat e shenjtëruara. Në Tetov, kryqi i shenjtëruar në pishinën e Kishës u kap nga 51 vjeçari Jovica Ilieski. Festimi filloi me një liturgji të kremtuar nga mitropoliti i Tetovës dhe Gostivarit, shenjtëria e tij Josif, së bashku me priftërinë e Tetovës. Pastaj në oborrin e Kishës, ata kryen aktin e bekimit të ujit dhe vendosjen e kryqit të shenjtëruar. Skokam za krstot. Jetet gospodarit ako fatam jas. Kjo është hera e parë që po kërcej për kryqin. Uroj të gjithëve shumë shëndet, lumturi dhe begati. Jam shumë i emocionuar. Qofshim të gjithë gjallë dhe mirë. Zoti i dhënë shëndet çdo shtëpi, çdo familje në të gjithë botën, tha Jovica Ilieski. Kjo fest njihet edhe si Epifania për shkak të rritit të madh të bekimit të ujit që kryhet nga Kisha Ortodokse. Ky bekim simbolizon pastrimin shpirtëror dhe fillimin e ri.